الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق والخليقة الهادي إلى الحق والحقيقة وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تعالى فنندرويم ذا بيتي فالي ذنديم كركويم صلوات الله سلام وشمي محمد صلى الله عليه وسلم mi shokët e tij të nderuar, mi familjen e tij të bekuar dhe mbi krejt muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur Allahun kena me taku. Një javë të kaluar kena filluar para 2 javësh me një adhurim prej adhurimeve të tjera të në këtë serinë e gjatë, e stërgjatë adhurime të zemrës. Kena folë për el-khushu apo aja thymja e zemrës, kena thonë frika e madhe që robi duhet me pas gjatë gjithë jetës tina deri sa ta takoj Allahun azza wa jall. Dhe kena tregu gradat e kësaj frike, si dhe personat që gjenden këtë frikë, të e marrë parasysh librin e djetarit të famshëm Imamit e Ahlusunnetit Ibn Qayyim el-Jauziyit al-Madarij as-Salikin. Këta kena pas javën e kaluar, sot me lejnë Allahut do të vazhdojnë atë njëjtën temë, por qysh me arrit njëre këtë adhurim me praktiku. Sot do t'jetë dersi, sot vetëm këtë ders, pasi që rreth praktikimit të selefit si dhe disa kuptimeve shtesë dhe çka e prish këtë adhurim, e poshtë ma të arsyeshme me bë edhe një ders edhe një herë më mbledh rreth këtij adhurimi që me konë sanat ma të qarta me lejnë Allahut azza wa jall. El-khushu apo adhurimi në khushu dietarët na kanë tregu se çysh duhet njëri me arrit deri te ky adhurim. E para që duhet me pas parasysh robi për me praktiku këtë adhurim është me pas parasysh se Allah azza wa jall po e shikon në çdo aspekt të jetës. Kur e shpjegojnë dietarët ihsanin mbi hadithin e Omerit radhiyallahu anhu që transmetojnë në Buhariu dhe Muslimin në sahihat e tyre, që pejgamberi atë hadithin e gjatë ka thonë ihsan është an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ma adhuru Allahun qysh ti peshe, edhe nëse nuk e sheh ti, me ditë se Allahu po të sheh. Pa ihsan dietarët ka thonë është veç në aspektin e adhurimit, ndërsa khushu është më e gjerë. Nuk ka të bëj veç me namaz. Disa e kuptojnë khushu veç namaz me kon njeri koncentruar, me kon zemra e ndrojtën për madhështisë Allahut. Jo. Kjo është prej adhurimeve të zemrës dhe çdo adhurim i zemrës është për çdo aspekt të jetës. Ihsani është me adhuru Allahun sikur të shish, ndërsa khushu është me jetu për Allahun sikur të shish. Nëse ti nuk e sheh, Allahu të sheh ty. E nëse njëri e arrin çito, është prej atyre gjendjeve ose prej atyre niveleve të imanit që shumë pak njerëz i kanë arrit, apo siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, veç dietarët se el ulema warathatul anbiya, janë trashëgimtar të pejgamberëve. Nuk ka fjala veç në dije, disa ngushtojnë të një trashëgimtar veç në dije, jo, dietarët janë trashëgimtar në sjellje, në dije, në qëndrime, në jetesë e kështu me radhë, janë trashëgimtar të pejgamberëve. Pejgamberët s'kan lakmu në dunja, dietari mirëfillt nuk lakmon në dunja. Pejgamberët nuk kanë lakmu në nepshe, dietari i mirëfillt që ka frikën e Allahut nuk lakmon këto gjëra. Andaj vëllazëni, që kjo është ajo që po dojnë na me arrit, me adhuru Allahun, me pas parasysh se Allahu po na sheh kudo që të jena. Për të fillu me ibadete. Për shembull, nëse dina që të namaz që po falem, tash Allahut pi dalëm, që na ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të robi e namaz e ka para fytyrës të Zotin e tina. Veç njëri me menu që të qëndrem. Po qëndrem para dikujt që gjithë çka për ty din që e tu menu. Ndryshe është krejt ka adhurim se sa me fal
Allahu Akbar, çka lexoj imami, nuk e di. Çka lexoj imami në akşam ose në yatsi, nuk ka ide çka lexoj. O fjalën e se ka lexu prej surave që ai din se prej surave që s'e din, nuk obligohesh. Po prej surave që i din, mos më di çka lexoj. Këtë tregon se zemra është një kaos, edhe mo nuk për nin ilashin shpirtëror e që është këtë rast Kur'an. Andaj nëse një njeri është i smut, edhe thonë mjekët si bën mo dobi ilashi, largën ja infuzionet që po vdes, mos pja pranon trupi, që është një zemër që s'ja pranon mo Kur'anën. Është karon një nivel, Allah në arrujt, është të ranë, so që mo Kur'ani ati si bën dobi. Allah Azza wa Jalla në fillim të Kur'anit tregon se ky Kur'an dikuj ka njerëz që ju bën dobi, po ka tjerë që s'ju bën dobi. Ka thonë dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Ky libër që s'ka dyshim të është udhëzim për devotshmët. Për ju devotshëm sa për ta Kur'ani. Kush janë devotshëm ka thënë alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. Janë ata që kanë besu fshehtja më e madhe është Allah Azza wa Jalla, edhe kanë fal namazin, e çka i kanë furnizu, kanë dhënë, walladhina yu'minuna bima unzila ilayk, janë ata që kanë besu çka ka zbrit ty edhe çka ka zbrit për ateja, wa bil akhirati hum yuqinun, e për në akhirat kanë qenë më të bindën në ekzistimin e tina, se sa në ekzistimin e vetvetes tyne, që kjo është yaqin, pro besojnë më shumë se kanë me taku Allahun, se sa që besojnë veten. Ulaika ala hudan min rabbihim, këta janë ata të udhëzuar prej Allahut, edhe këta janë të shpëtuarit. E më njëherë faqen tjetër tregon kuna si bën dobi Kur'ani, innal ladhina kafaru sawaa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ata që kanë bë kufër, dash para lajmëroj me këtë Kur'an, dash mos para na si bën dobi. Si bën dobi. Pro qysh nuk një bën ilashi dobi dhe trupave që ju ka afru vdekja mo ja shet infuzionin, që ashtu ky Kur'an ka njerëz që si bën dobi, Allahu na rujt. Sa që Uthmani radiallahu anhu ka thonë lew taharat qulubuna ma shabihat min kalami rabbina, sikur t'ishin pastru zemrat tona, si ishin ngi prej ndëgjimit fjalës Zotit ton. Dejnë që ndërejgje, ka thonë nuk ishin ngi dot, kishin nejt gjithmonë me këtë libër. Andaj adhurimi i Allahut, domethënë, sikur të shish, është krejt tjetër nivel për e adhurimit të shkujdesën. Po ashtu këtë lyp edhe në familje. Që është në familje, me konë i qasën me familjen tonë, sikur se po të shah Allah Azza wa Jalla. Nëse ta kishin qitë një kamerë për para, dhe të kishin thonë, që kje kamerë, është, për shumë, ka me të po, hoxha ma i dashën të ti. Qysh po sillesh me të shtëpisë, qysh ishe mënu me sill? Allah i ka xhamirë. Shumë mënu më ndrejsh, po ma shumë. Mos më u bërtit, mos më bo nervoz. Që të shah Allah Azza wa Jalla. Kjo është ma parsore, vllaznit e mi. Nëse njëre nuk e ka, unë pi marrë do shembull vallahi vetë sa për mi kuptu se nuk i bjen që ashtu ai hoxha ma i dashën edhe në të vone, ama mo edhe në Allah që banon. Mos më të folë Allah në ditën e gjykimit kur ki nevoj mas shumë ti për të çka. Po kjo është shembull për afrus, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se të rona rabbukum kama tarawna al-qamar laylatul badra. Hal tadaruna fi ru'yatihi, kena me pa Zotin e ju ashtu se është në honën natë e Bedrit 13, 14, 15, natën që është hona plot. Thot, a dëshon dikush në atë pomje, që është të keni me po. Po nuk i bjen që Allah është të hona, udhu bina, po të ka dhenë vesh mënyrën. Edhe në pi marë shembujt për afrus, po nuk do me thonë që njëjtë. Ose me thonë për shembull pejgamberi ose po të sheh, figurativisht, që ti po sillesh me gru tonë, me nënë tonë, me babë tonë. Kështë ndryshu krejtë Allah. Allah jam po të shaj që ka qenë gjithë, ka më konë gjithë, hu awwalu bila bidaja, akhiru bila nihaja. Allah është i pari pa fillim, i fundi pa mbarim. La yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama. Ati nuk i ik asgjë as në qiell, as në tokë,
ya'lamu jahrakum wa sirrakum, e din të fshehtën e të jashtmen e ju, wa nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid, thot ne jemi më afër jush me dijen ton se sa damart e qafave. Pra që të prezent Allah Azza wa Jalla në familje, ose me të afërm, me njerëz që ti jeton. Pejgamberi sa më thot më veke Xhibrili vazhdimisht sa që ku mendu se kam më shtim me trashëgu të afërmit. Aq shumë thot më ka thonë të afërmit ta kujdesu për fshiun, kujdes për të afërmin, sa i të shet qysh për jeton, sjellja e mirë me ta është shembull që me lejen Allahut, që e sjellja është mrena po reflekton jashtë. Kallaj është të mos sill mirë me një njeri që ta kanë një herë mujt. Kallaj është 10 minuta rën me ta i bës jesh edhe shkon. Ama vështirë mos sill mirë me një njeri që prej 24 orë 15 orë kalon me ta. E besimtari vërtet është ai si në shtëpi, si në rrugë është i njëjtë, se e mbrëmshme ose e jashtme atij është e njëjtë. Omeri radiallahu anhu është thonë për të se e mbrëmshme ose e jashtme atij në siva janë të njëjtën drejtë. Për që ata kur duhen e ke pash shqiptarët, dhe o kanë zakon më herët, se tash Allah në rujt, e në prish krejt zakonet e mira. Kur kanë dosh me martu një djale ose një vajzë, e kanë vetë kujshit për një njeri. Që ata janë afër që mujnë me ditë gjendjen e tij më mirë se tjerë. Ai familjare s'fol, po kujshia fol, tregon. Po çfarë ta marrë për finon, Allah çështë. Pra ti tregon të metat, e mos sill njëri mirë me ta. Mos sill me ta, sikur se Allahu po e sheh. Krejt në ryshë është se so mos sill sikur s'ke më dhënë llogari. E treta është vllazni për ata që kanë punëtor, mos sill me punëtorët e vet, mos sill me ata që kanë nën përgjithësi nërta, sikur se Allahu Azza wa Jalla pesha. Në herë është një prej sahabëve Abu Mas'udi që i ka rashu plak robët vet. Pejgamberi sa më ka thonë 2 herë të dosh me roka thonë ja Abu Mas'ud, ka thirr me zotnaj. Ja, ka thonë nale dorën, i ka me dorën atë. Ka thonë dije se Allah Azza wa Jalla është mi ty, ti jemi të po mos harro se Allah është mi ty. Thot i lirë është i dërguari i Allahut. Me njerë e lirën. Thot i lirë është i dërguari i Allahut. E njëre me mos sill me ato që ka punëtor, që ka pret rrugë, prej tina mos sill mirë, me lejen Allahut, Allah Azza wa Jalla ditën kur është mas vështirë, ka mos sill, ka më konë mirë me të. Andaj kujdesni shumë. Tash alhamdulillah disa prej juve kanë fillu aktivitetet e zgjerimit biznesëm. Mundona më kujdes shumë për ta, ju nejtë gati. Ato kamerat që i keni në lokale, por më që Allah ka lënë me lajke që shkruajnë gjithçka. Edhe Allah Azza wa Jalla sheh gjithçka. Edhe ti din ndjenjat e mbrëmshme që i ki, çka i thua atina. Në ditë kur ke qatë pasuni që e ki, lejon fat, nuk bën dobi. Së të bën dobi, që i thua Allah të kom pas një lokal midis Prishtinës, ha, çka bën me ta? O më në që i qënë gjene ta, kur vëllah. Sa Allah të i të kalon, aja orë për asoj botës matë prej, asgjëje me qatë lokal, jo vëllah. E qëta vëllazni me pas njëre kujdes për ata që i kohën nën hoxha gjematin, mi trajtu si vllaznit e vet, mi trajtu si që i ka kohë për dorë edhe unis për në gjenet, që është mi trajtu. Mi përmisu kur ga bojnë. Nuk është njëri mirë ai që ta bën rafsh, po njëri mirë është ai që të kallzon ku i kitë metat. Nuk thejet pasqyrja veç që ta ka qitë që të jakin që të njollë që të. Për shembull janë njollos. Të është me thyp pasqyrën pse mu ma qitë njollën, jo. I men që është ai që e largën njollën, e ju që e fajson pasqyrën. Andaj na jena si pasqyre për njëri tjetrin. E përmirësojnë njëri tjetrin sot mujna me të mirë, po jo me të vështirë, edhe jo me sundim. Se sundosur veç Allah Azza wa Jalla krejt jena Arab, krejt jena me dhomë përgjithësi për atina. Mos sill njëri pra sikur se Allahu pesha me ata që i ka nën
nën kujdesin e tij. E katërta vëllazni mos sjell njëri me shoqninë e vet, sikur se Allahu bësha. Pasha Zotin ka njerëz që nuk ka mundësi m'ia thonë do fjalë që i thot për një njeri jashtë larg tina, ndërsa harron që Allahu bësha e pënin. قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله. Or një grup të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka thonë do fjalë, thot Hafsa ka qenë ato, thot vallahi se kum ni. Thot i ka përshpërit diçka në vesh, thot vallahi nuk e kum ni. Allahu ka thonë, qad sami Allah ndëgjoj fjalën e asaj që erdhe dhe i përshpëriti të dërguarit sa në vesh, edhe pa ankohet tek Allahu në burrën e vet. Që kjo është Allah azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas sahab tu lexu Kur'an me Zot madh e disa të lut. Ka thonë ul në zonë, se shini të ju drejtun dikuj që nuk ndëgjon dhe nuk nin. Po jeni të ju drejtu ai që jesma në gjvakum, që ndëgjon përshpëritjen më të vogël të juan. Andaj vllazni nëse njeri e ka parasysh që ton në jetën e vet sa Allah azza wa jall pesha edhe pënin që po fol, me rujt shoqnin. Me rujt erumja më e madhe është mos me bo gibet. Me rujt derën. Allah azza wa jall nuk na ka bo krejtve me lind për një nanë, mund ka lind për një nanë, ty për një nanë, ato për një nanë. Po na ka bo vllaznin diçka më të madhe se son lindje, ajo është në fe. Na ka bëhet diçka më të madhe. Ajo punia e lindjes të vëllaun e kin dunjë, Allah na rujt, nuk ka musliman, është ateist, është u bu jahudi, Allah na rujt, u bu krishter, u bu në fe tjetër. Ajo veç që bëhet e ki vëllaun, në botën tjetër se ki, sa e ka një vend tjetër, te ki një vend tjetër. Ama ata që ki vëllau musliman këto, këtë fe, me ta kime konë edhe në xhenet. Andaj vllaznia në fe është e përjetshme, vllaznia në dunjë është e përkohshme. Andaj vllazni nëse njeri e trajton vëllaun e vet kështu, ja ruan derën, ja ruan familjen, ja ruan ftyrën, kujdeset për të më shumë se për vete. Nuk bëhet njeri hulumtus i të metave, saj që nuk ka vllazni pa të meta. Hasan al-Basriu të kam pyet një njeri, ka thonë, o imam, thot jem të lyp një vëlla në fe pa të meta, thot pas ke me met pa vëlla, se s'ka ashtu. Vllaznit e mi ka raste që pejgamberi sasem ka gabu, se nuk ka kuptim hadithi e Aishës, Allah ja ka fal gjinohat e kalune edhe të ardhme, nësa i nuk bën gjinohat. Po të regon që i bën gjinohat vole, Allah ja ka fal. Kupton? Nuk ka kuptim kjo punë nësa i nuk bën asnjë gjuna. Çka me fal dikuj kur s'bën gjuna? Me thonë për shembull, Gjelajdinit, Allah ta falë çto. Unë këshirë po s'tu po kur gjë për mu ma fal apo. S'ka kuptim, po kur të më bën diçka më ja fal çfarë bujari. E çështë nuk ka edhe vetë pejgamberi sa ka mundsi ka bëra shumë të vogël. Jo në aspektin e fesë, në aspektin e dunjos, si rasti kur e kam pyet, i ka pasur po lodhen shumë me çiftzu hulmën. Atë hulmën do të më marr me shortu, me qit një vend tjetër për me qit në vitin tjetër hulmët. I ka pasur po lodhen shumë, ju ka thonë pejgamberi sa nuk ka marrë veshën këtë drejtim. Ju ka thonë, mos e bëni, mos e lënë ndoshta Allah në qesin, të ja ndosh të mirën, jo të dosh mi dëmtu, po i ka pasur po lodhen. Allah e përshkruan të harisun alehim bima anitum. Ka qenë i dhimbshëm në ato që jo po prekuponi, po munoni, ju keni dhimbë të fort. E ju ka thonë, vitin tjetër s'kan qit asnjë humbë. Në orë dhe kanë thonë, ojë dërgun e Zotit, të në thëmë, mos i bëni, si bom, të të vëlloj, entëm alimu min dunjakum, jeni ma ditën për dunjonë. Se unë, veç më keni dhimë, të ju këmë thonë, jeni ma ditën për dunjonë. Andaj vëlloj, që shtu me trajtu vëlloj.
ka mundësi të dëmë të mbre, dëmë tënë, thoi, Allah ti e ma i ditën kum gabu krye, jo mja qitë ndamën e tina. Se vëlloj vëzni dhe sene që i folëm, përgjithsisht po hinë në rasta, mas përgjithsisht që i folëm për njën e tjetërën, nuk kena mundësi mja thonë nërsi. A harrojnë sytë e Zotit e ndëgjimin e Zotit. Që kjo është edhe në mujtë njeri me rujtë këtë punë. E katërt të vëllazni, për krejt muslimant, mu munu më silë sikur se Allahu po të shë. Qysh, ki mundësi shënja e shë që i ka shajat e fesë, i fshu selam, kanë vetë për nga mërë samë që dhe është islami më i mirë, ka thonë, tutaimu ta'amu, taqra'u selam ala men arafta wa man lam ta'rif. Është me është në kush s'ka mund ti ushqim, edhe me dhonë selam ati që një ati edhe ati që si një. Jeni vetë musliman, falen, ushqej, nëse ki mundësi, s'ki mundësi jepi selam bësqeshë, nuk të kushton kur gjë. Të mënu që Allah azza wa jall pa të shë, merë se vapë. Na shtajnë, o lau të besum fi veqhe e khike sadaka. Ne ka thonë, la të nënkërune min al ma'ruf i shenë. Mos mohoni, mos e sheni të vogël të vogël, diçka për të mira. Mos sheni kur gjë të vogël për të mira. Se na shtaj, një bësishë në ftyrën e vllaut, është sadaka. E njëre nëse arrin që to, me lejen e Allahut azza wa jall, Allah është përblen. Sa këna ndëgju shemboj, që thotë pejgamberi sallallahu Allah ja ka fal për çta. Diçka që ty shkon menja. Edhe në atë rastin, ati njerëz që 3 ditë rënë pejgamberi sallallahu ka thonë filani është pe xhenet lime. Ibn Omer është shkon shpjetina, Abdullah ibn Amr ibn Asi, radiyallahu anhu, është shkon shpjetina. Edhe ka thonë ju midhnu me babën 3 ditë, veç me këshyrë qa po bënkë. Kur është shku, e ka po që s'po falet, pi farzët po këthejet. Po s'po haqërën, Abdullah ibn Amr ibn As, veç që ka ndalu për janë sëmë, se çdo ditë, e ka bëhat me koronën e, kur se ka prish haqërimin e të natën e fale, e zdi që ka mujtë e një ashtë. Veç që ka ndalu, se mos me pas ndalu, e ka bu muj ma shumë, para për janë sëmë. Tani këtë ka dhënë sinceritetin e ti, se ka ditë se nëse rënë, intervenën shpallja, së në me shku në edhim që në rejna, nëse kem kam të menaj të natën. Allah në falë dhe në bërë të si kam. Që kjo, ama kër e shku e ka posë, po bënë dishka të madhe kë, mas 3 ditë të vëllajune, si më idhnu me babën heq, po ju mardë me të këshyrë se 3 herë këm një për nga mërë sallallahu të thonë se filon është në xhenet. Edhe dashta me ditë çka po bën, që ka arrit që të gradë. Dhe vëllaj te qysh e pe, nësë falën shumë, asa gjërej shumë, zbëjnë e sen të madhe, thot, përveç se kur flejtë të mu Allah, kush më ka bu keq falje. Falje se s'kam qef kërkush për një të keq që më ka bu me ronë gjahëm. Çka e vogël doke, për Allah e s'ka më më. Para më në njerën që ja urejnë ma shumë të, me ju drejtu o Allah, falja filonit. Se më ka bu dëmë, po falja se s'kam që rejmë në gjahëm. Ate sa shtirë është. Allah e shtirë, Allah. është ma shtirë se zonë ti që po më në. Allah në rëtë. Këto se ka provu veç aj që o s'provu me kësi sa në me thonë, o Allah, më që të ratë nazës me thonë, më rëmë se i dhe falje me finon, ka bu kesh, po son njërët bën këty kesh, e nëse pënduat të japon, falje, mund të jam o pëndu. Që kemë vëllë, më mënu me krejtë musliman, po edhe më mënu me jo musliman, me konë, më silë me ta sigur sa Allah po të shë, se morali i mirë, është thirrje në islam. Sahabë s'kanë thonë që shpëtojnë na, mësë më këshirë vëllo mu, po këshirë e islamin, se na s'jena, e kanë thonë dash me po islamin, këshirë mu. Ata s'kanë folë shumë, s'kanë ditë që se fjallë mi zbukuru, që shdinë na shumë, fjallë pak,
veprat moja sa dush. Këtë fjalët e pejgamberit sa më mbledh, pa përsërit I kam mbledh një ndonjë 3000 diçka. Se para më 23 vjet, dava 3000 diçka fjalë në ditë I bëjnë. Me folim të parë, me punu heq. Të thoj që vëllaj ka qenë që shumë ka hesht. Atë shumë ka hesht, so ina habit. Heshtja ti e madhë. Që ashtu më konë, të regojnë ta bend për Ibn Omerin, thojnë I na shku në numre, I na shku në haqë, edhe I na këthy pe I haqët, veç një hadith na ka të regu. Tash që nuk kem shku në haqë, me aeroplan për 3 ore, jo vëllazni. Ja, jenë hymë ndeve, e dhe jenë shku kam bu një 2 javë, kur jenë konë ato ka nejtë edhe një muj, dhe I so jenë këthy, kam bëdhe një 2 muj, ditë një hadith. Na, men gjithë presë më ullë, e mja kalëzu hadithet, a e ka një për jam rësënëm, ja. Këshunëm, më në të jam, këshunëm që po bëj. A ke po që u përhop, a shumë popull thojnë, o gjathet, më shumë këshurë, sa bëj, po këshurëm sa thëmë. Zbanë ashtu. Nëse fjole nuk është në proporcion me veprën, është si punë e qumsht, thalbët. Nuk rrëna, nuk me qumsht, a I bëhet kës, bëhet tjetër që me procedura, mo qumsht nuk me. Që kjo është Allah na forcoftë na mund të më përmisu. Pra që kjo është gjëja e parë që duhet me bo njeri në çdo aspekt jetës me konë për me arrit që të adhurim, që është adhurimi kulmor, thashtë e kena qit ato bazat edhe e kena qit temelin edhe e kena zidu, thashtë e kena njës adhurimi në zemrës me u qit kulmin e dikur I zënojnë e kështu me ra. Pra pjo mërë një shëbë shpinë për me thonë ma e tash është kë kulmi. Ka adhurimin khushu është që e para që ka thonë sahabët hup prej adhurimi është që ke e fundit namazë e kush jep namazë e le namazën e ka dhamë fundis tomë. E para prej adhurimi që hup është që ke. Andaj me mujt njëri me këthy se vëllaj u lazni që të formë në këna ngu ndërë, se këna ngu që të formë edhe në më qasë gjana se tipi për jetën është shumë më ndryshe. Se so me thonë po, khushu është vëllo më kojtë, nuk ka më kojtë namazë khushu. Ashtë e s'konë. Pra gjendja zemrës është që veç a jetë din qysh është. Në raport me Allah në dhe. Në ka përshëllëm gjithë me kojtë. Din qysh që është khushu, qysh ka thonë për jamë sëllëm, inë kalbi la jenam, zemrës së më flenë, wa ta namuna inej, e sytë më flenë hadithin muslim. Që kja khushu? Allahu Azza wa Jall, edhe pse kjo është e veçantë për pejgamberin sa, po na s'po për flajt, na për çut po vlasëm, inshallah Allah Azza wa Jall na mëson. E dyta Allah që na mëson me arrit që ta adhurim është me po me shku vetën njëri me të meta, po jo veç kaq, po me shkruan me po një raport për vetën ku ti çalon në aspekt me haramat. S'ka mund që njëri me paramenu që Allahu peshe edhe me qenë I vazhdueshëm në haram. Njeri gaban, Allah shkon ka njerë syni ku s'dote, veshë një që s'dote, ashtë rrën e nej ku s'mënesh mu ngrit për saj. Këto edhe në ndodhen tënve. Amo njeri që din që Allahu peshe edhe me qenë I vazhdueshëm në haram, është problem. Andaj së që dhe prej neve e dina ku qalojna. Në mëna me rajt vetën, po së dhe rajna, ne I trajmë morum rezultatën e që sa I rajna që këna bo. është ma mirë që është ka thonë Omeri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu amama Allah. Llogarit në vetën e ju para se t'ju llogarit Allah Azza wa Jall. E din që çdo ti çalon. Problem, dikush ka problem me sy Allah. Nuk mundet pak këshirë hanam. Ta është vesh thjesht merë një kamerë,
që të edhe thuj nëse këshyre dhe njerë që to ku me qitë në Facebook. Me po kajt njerës. Që të po me. Këshyra gëzë me këshyrë mu. Amo, kur të sheve që Allah hajtë së gojnë. Jo, Allah. A njeri ka mundë si gabon, po thot. Po më konë i vazhdushëm gjëna kryenesh, Allah në rojtë. Ose njerës kryenesh në armiqësi. Kryenesh, Allah. A i nashtë i rojtë haramit, po kur hinë me dikon hinë kesh. Po Allah, pëllat. Zban kështu, ma te. Sa njerës gabojnë, sa njerës Allah Azawajal nashtë i bon në stane që të rëqethësh për i tyneve kësha mytë në ven, Allah alen me jetu, nashtë që i pëndohet, bëhet me mirë se ti. O ka thonë, mërë, sahabë ka thonë, ma për para hinë islam, gomari i Khatabit të Samiri. Gomari i Khatabit dhe konë gomar, i babës të Omerit. Ka thonë, qaj hinë islam Omeri e, sa i ka reja i vetë muslimën, të kejtë bashkë më bësë, si ka në rej. Po konë si ka nëmë për e rej. Pra mëna i shtash një më orë, mëna rej tanë. Ku të në nëzënë, si dalim, aj hyzëm. Po, Allah ishëm, sa herë ishëm shumë me maltku, e sa me sa vëgjën të e shohet, s'kishëm gëzu, po që të në mjë vetë, e këshëm bo. Po kërë hinë islam, të në ja, për halu vesh një Abu Bakrit, ja. Si jo hi ka thonë, a jena na mirë, po, ata keqë, po që jetë për i qu. Edhe ndalë, me në shkuj në fund qabe. Shkuj ka të cekvat njerëzë. Thonë asë keni që më bë muslimën. Për një ditë, a i eqë ditën e parë që ka bu, na atë njetën zbojnë me matë më lajtë, u shku e rej, unë gjakosh. S'ka, se ka kuptu që. Ka thonë, emin hedhe e firron në një korejsh, api soj për ikon korejsh, kër e ka një për jamën e së nëmë të një zonë në maznate, në qaube. Ma ma huve bisahir, kalile me të fekërun. Ka thonë, kërë është sahir është faltor. Ka thonë, Allah dhe të kësë është faltor, pak po më nënë. Ka thonë, është banë mëgji, që me thonë, ka thonë, kësë banë mëgji. Pak jene të meditu, që të këri namazën. Thotë, unë jam muslimën. Pranën islamën. Radhi Allah anhu arda. Andaj vllazni, që kjo është njëre mos më qeni vazhdo shumë në gjuna. Bën gjuna, po kthehet. Bën gjuna, po kthehet. Bën gjuna, po pendohet. E vazhdimësia në gjuna, që shkanë thonë ulemoja, për tyne e këna morë me disa djemë një liber të Dhahabiut që ka thonë nuk ka gjuna të vogël e të vazhdo shumë, ka thonë së neke. E asë ka gjuna të madhë pas pendimit. Të vogël e vazhdimisht, smeti vogël rritet. E gjuna i madhë pas pendimit s'ka, jeket. Ndaj njëre, që shkanë thonë më s'këshyrë, këna për sa gjuna i vogël ose i madhë. Po këshër këna jetu i bo gjuna. Këna jetu i bo gjuna e s'ka fillim as më bare më. Ta shti mati. Edhe unë, edhe ajë tjetër, gjithna. Allah në bëftë. Të hajret, pra që kështë hopi i dytë që duhet me morna. E treta gjë që duhet me praktikuar është vllaznim me njoft Allahun Azza. S'ka mundësi njëre me arrit çdo grada nëse se një Allahun Azza. Pejgamberi s.a.s. thot, inni a'lamukum billahi wa akhshakum ana. Unë jam njëri që më shumë të një Allahun. Dhe si rrjedhoj e kësaj njohje jam njëri që më shumë të i kam frigën atina. Që kja khashje që për përmenu. S'ka mundësi njëri që se një Allahun më frigu atina. E s'ka mundësi njëri që një Allahun mos më frigu atina. Allah Azza wa Jalla thot, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Vërtet frigën Allahut mas shumë të ja kanë rëbt e ti djetarët. Kena ka për qëllim vllazni me konë djetarë, me ditë hadithe, me ditë ajete, me ditë hukmen e fekut që kjo është halal, që kjo haram, që kjo jo. Djetarë është që me konë e para, si pas të kuptimit të selefit, edhe dyta me qenë praktika jote për balë këtyne kuptime. S'mjaftën me thonë që unë i di qëto, po Allah në arrujt se të shkej të shpia pia alkohol, se shkej të shpia bëj zina, se shkej të shpia
Jo, vëllazni, iblisi për dije, nëse marrëm për dije, kush s'mund m'ja kalu. Ai ka taku Ademin a.s. Nuhin, Hudin, Sulejmanin, Isën, Musën a.s. Gjithë për janë Muhammed a.s. Këti ka taku. A nuk është që me thonë si ka po vëlla këtë. Imam Ahmedi transmeton Musnad, thotë janë 124.000 pejgamber, prej tyne 315 rusul. Para më 124.000 krejt i ka taku. Po me iblis, Allahu na rujt. Andaj nuk ka punë me sasi. Dhe njerëz mendojnë që mi lexu 100 libra, jo, nuk është ashtu. As nuk mi lexu 1000 libra, as mi ble 10.000 libra. Jo, kështu nëse. Ata kanë pas një libër, një Kur'an. Abu Bekri me pas një shpinë ti. As Kur'anën se kështë gjithë, se kam si libër heq për e ka pas në kry. Se as si libër se kështë gjithë. Sa pas libra. Që me thonë, këta jënë konë ulema. Njerëz të menojnë që është mbledhëm të bëjt, lexoj se bëna ulem. Kjo është mjet. Mjet, mirë është me përdor, po nuk është qëllim. Dija është mjet për arritjen e kënaqësisë së Allahut, nuk është qëllim vete. Qëllimi është xheneti. Kënaqësia e Allahut azza wa jall, që to është takimi. Asoj që po dojna me arrit. Kjo është mjet që na çon deri çato. Është më mirë njëri me pas dijen e një dietarit e devijun, a dijen e një sahabit që s'ka ditë vëllai shumë, po pak ka ditë, me qatë pak, Allah azza wa jalla ka bo për i gjenet lime. Për shembull, a dini dikush sa ka ditë Hamza radiallahu anhu? Po s'dina vëllai. A s'ka të shkru me sa ka ditë Hamza, po është Esadullah, është lani Allah azza wa jalla. Khalid ibn Walid ibn Taymiyyah përmend që ka ditë veç 2 sure. Fatiha dhe Qul huwallahu ahad. Po kanë Saifullah al-Maslul. Shpatën për të Allah të shkon që thënë dhe nuk ka puna sa ki hifz. Puna është shejnë vëka fi qalb sa për pranon kja që të mund me pas dijen e dunjas. Të amenën që djetarët khabithat flesh si me rrisi, kërrabisi e tjerë që kanë bo djetarët kufër s'kan pas dhja, po më bo me në gjallë kush nga të që ja bën aty në, as me gju, as me di, as me... Po ka nejtë që gjehme gjadi 40 dit, në mbyllë, ka thonë mos s'ka zot heq, në që si përfëndime. Që kuj ka që dhja, ama për këse, ja të kanë lomëre, as keni as që hadithët që ata i kanë ditë. Nuk është sasi, është cilësi. Ebu Bekri radiallahu anhu thënë sahab, për ty në thëtë, e nese, thëtë, së koni njoftën me shumë namaz, shumë agjerim, shumë, nuk koni njoftën. Që arë për Abdullah ibn Amr ibn Asin, së arë për asë në sahabit ujë. Ebu Bekri, namazin e natës e ka falë në fillim, edhe ora ka flejtë, dhe i në sabah që së konë që ka falë të natën, ja. Dhe të përsheju vëka fi qalbi, diçka që ka prejkë fort zamën e tina. Së për thëmë të shminon, po më për thëmë cilësi. 2 rekate, tu meditu, është më mirë se 2.000 rekate, po meditu. Një ajet, të e kuptu, që ka Allah azza wa jalla të lypë e teje, është shumë më mirë se këtë Kur'an, po me ditu. Këtu s'janë fjallë mija, janë fjallë të lemave, nësë Allah azza wa jalla më në bëhë për tynë. Andaj, sa ma shumë me njoftë Allah azza wa jalla, ashtë ma shumë kena me pas frikë Allah azza wa jalla. Po ashtu dhe thni, janë njëri kër i ka shito, i ka 2 aspekte që kam përmend djetarë. I ka 2 aspekte për ulljes. Për balë Allah azza wa jalla. Për ullja e domosdoshme edhe për ullja vullnetare. Për ullja e domosdoshme është graviteti. Kush të tonë s'do më në ashtru qëti ligjit, veç që të në dilë në alë provokëshure. Nuk bëjnë Allah shumë e ta. Ose të ashtë në ndimen, dhe thonë s'ma lenë, në ndalë të ashtë halë edhe asë nuk ftofë më asë kurgjë.
kë ka probleme me kry. Kjo është thjesht. Po për ulja këto s'kia shpërblim as dënim përveç se dëmtim trupit e kështu me radhë. Për ulja vullnetare është ajo që Allah Azza wa Jall shpërblen shumë për ta. Kur robi i përulet, po kjo përulje nuk ka mundësi me ndodh pa njoftë Allahun Azza wa Jall. Andaj sa njerëz kanë gradën përulje të Allahut Azza wa Jall, sa ma shumë që një Allah është më i gradun përulje, në varësisht prej njoftjes Allahut ka përulje ndaj tij. Përulja ndaj Allahut është se të bën të varfër për Allahun në çdo aspekt të jetës, i e varfër për ta, e të bën të pasur për krijesën në çdo aspekt të jetës. Ibn al-Qayyim e përmend që ta thot, kjo është se Allah Azza wa Jall kur ti varfënohesh për ta, të pasuron për ti prej tjerë, dhe sa kur ti pasurohesh ndaj tij, të varfënon prej tjerë, i këshyr durët e tjera, i këshyr të bën të varfër në çdo aspekt. E ke po njerëz vllaznia që i bujnë 10.000 euro. Po ai ka menimin që mi bën 20.000 euro, e ka qit një synim që mi bën 20.000, po nuk e këshyr rrugën më. Ja merr këti 5.000 bash, ati që kthen, atje bën, e rren këto, rrej ato, bë këto, dallaver, shko, shtin në kredi, hipotek, bë kështu, sa hi bën 20.000. Po që ka bu? Shme këshyr për mas që ka bu, është kërsh. Allah Azza wa Jall sa hi, e bën, i jep pasuni, pasunie që zgullzo me ndonë në sakak. E bën të varfën të njerëz edhe të nënçmu. Dhe sa ka njerëz që asketa, dietarët më kanë thonë me ditë mret. Çfarë kënaqësie kena në zemra, na kishin shkurtu kryt, më na nxjerr, më na morr çfarë kënaqësi. Se na ka bo Allah Azza wa Jall të pasur ndaj krijesa e të varfër ndaj tina. Kur i kanë shku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përmend para se më fillu dersat, i kanë thonë apo don me të bëjmë më të pasën, këtë për më dhon pasuninë e kurajshme, ty po të japim. Gruan më të mirë ty po të japim. Po të bëjmë mbret. Çka thosh ti më bu? Këtë çtu po të japim veç leçtë. Po ta kryve hamim tanzil min rahmanir rahim. Yani isma jetë. S'ka Allah. Allah Azza wa Jalla më ka dhënë mua çka syni s'ka po. Veshë s'ka ndëgjuar dhe kërkojnë mendje s'ka shumë. Çka është ajo? Çka na dojna. E qysh arrit kjo? Të bo shumë i përullën ndaj tina. E shumë i mjaftueshëm ndaj krijesave. Më konë i mjaftueshëm, mos me pas sot krejt me dek, krejt që ta qinë janë, njerëz të mirë, shokët, familjarët, janë dek. Që është nesër vazhdo në jetën? Pa ta bën, pa ta bën. S'ka mundësi më kuptu për ulja, veç të kuptu që krejt që i një gjeti, që mujnë më ndihmu kanë dek. I dek të s'më ndihmon. Po kam beta i gjallë që s'vdes kur. So pe sahabe, kur i ka thonë vdes, baba në luft, kush në këshyr tash, ka thonë nona sahabike, në mësusja, në zonësja për janë berë, sasëm, në këshyra që s'vdes kur. Kur e ka thonë një prej sahabe, kopshtin, ka thonë grusa dhe thmime, në zërë shpejt, thminë se e bëna një trekti. Thot, me kanë, thot me Allahun, janë zjarëhur me thmisë, pej goja sa dhe largan pej kopshtit. Thot, sa trektit mirë pas e marë. Gratë të ona, kokë, Allah na falë. Se s'ka edukus të mirë fillët, pas taj s'ka të edukune të mirë fillët. Allah në bëvë të hajre. E pesta Allah i ndashërë që na, ose 4 të cënë, me rrallë s'pedi, që na mundësën me, se stërë së gjatë të dherësën, po Allah i ka nevoj, që na mundësën me shtim funksion këtë adhurim, është Kurani. Qëllimi i Kuranit vëllazni është ina anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Është me kuptu. Kurani është një shkresë që Allah Azza wa Jalla nëpërmjet sajna prej teje po dën diçka. Disa dietar kanë thonë
اقرأ القرآن كأن الله نزل لك فإن لم ينزل لك نزل فإن لم ينزل عليك نزل لك. Lexo Kur'anin sikur se Allahu ty të ka zbrit, po nëse s'ta ka zbrit ty, e ka zbrit për ty. Pra më në që ta shtyme të zbrit Kur'anin, qysh, kejt në ryshe, po për ty e zbrit Allah. Që kë Kur'an nuk ka orë për bullica, për njerëzor, për ata që menojnë. E nësë është qështu, atëherë këshërë që ka poli për Allah azza wa jalla për tjerë. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Që ky Kur'an dërgon ato që më noltën. Cila është më nolta? Kur e kanë shpjegu Selefi Ibn Abbas thotë në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ky pasim disa njerëz e morën me shumë mjekrën, me shkutu pantollat, më fal me tekbira dhe u kry. Jo. Pasimin në krejt çato që thënë. Namaz, në adhurime, në zakat, në gjitha adhurimet, me shoqni, me familje, me grume. Këshire lexo sirën e tina dhe bëne një listë. Une, fitime, në qëto aspekte, sa e pasaj, qëto 5%, qëto 7%, qëto 10%, a më bëne drejt, edhe këshire. Këshire ajetu e pasuaja. Këshire që apulli për Allah për këti Kurane. Ka thonë, inë salatet të nha anil fahshaj wal munkar. Namazit, po të kaldon, receptën, është që ty ndalën për të këshia, edhe prej të fleshta, këshore vetën, apo ndalën, nëse jo këthau të namazë, se si të e bu mirë, nuk ka faj, për shumë të qëtë doktore, kokra thot 3 herë në ditë, të e për 1 herë në mujtë, o asë po bëj mirë, pa je të e përdor keq, sa e nuk ka efekt 1 herë në mujtë me pi, po ka efekt 3 herë në ditë në këtë caktune, në 8, në 2, në 8, për shumë. Edhe të namazë, këthau edhe njerë. Këthau edhe njerë nuk mjaftën veç më njerë trupi për abdesit. Po do të më dritë zemra, dhe të namazë. E kur falish që ashtu, rezultatën e ki, Allah për të të shpo flasëm në Allah. Që kërë dhe, e nësë Allah në zëgjën, që më në mëcu me kuptu Kur'anën bi moradina, si pas qëllimit, të Allah, jo që ju dojnë anë. Ka njerëz vllazni fatkesish, që qëtë Kur'an e përdorin për me bojë gjuna. Kum po, me sytë mi kum po, inë Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, që qëtë mi kompjuter. Që Allah me shirkun, qatë bëjshtë në kompjuter, ta falë, me shirkun, s'ta falë. Ti apë përdor Kur'anin për me bojë gjuna? Kësë për këto? Sa përdor fejnë Allah për me arritë e gjunoj. Feja orë më të largu për i gjunoj. Nuk o orë për më të fund në gjuna. Nësë Allah në zëgjën më në falë, e më në më shiru, dhe në të krimin e arshëm, Zotë i rujt me ka që përfundojnë, sohë në këllonë. Në shëdën në ilajnë, në stafërë.